Fjalën e ka Ledi Ardush. Unë kam titulluar Nga Esodi në kujtesë, rrëfimi i përjetuar i shpërnguljes së Çamës. Ishin fëmijë duke analizuar atë që kujtohet dhe atë që mbetet e heshtur në kujtesën e tyre. Sipas studimeve bashkëkohore dhe dokumenteve historike, dhuna ndaj shqiptarëve të Çamërisë nuk filloi në vitin 1944, por karroi më të thella që shkrije në periudhën e luftrave ballkanike 1912-1913. Me shpërbërjen e perandorisë osmane dhe riformësimin territorial të Ballkanit, territore me shumicë shqiptare, sikurse ishte Çamëria, ju bashkuan shtetit grek. Ky proces u shoqërua që në fillim me përpjekje sistematike për asimilimin ose të drejtuara nga generali Zerba. Ishte vendimtar në realizimin e dhunës së drejtë për drejtë dhe as pak proporcionale ndaj popullsisë çame. Masakrat në Paramithi, Filac, Fathar dhe në shumë fshatra të tjerë nuk ishin veprime të rastësishme apo të pakontrolluara, por pjesë e një strategjie të qëllimshme për spastrim etnik. Në këtë kontekst, teoria e Ernest Gellnerit për shtetin komb dhe nevojën për homogenitet etnokulturor fiton kuptim të plotë. Sipas Gellnerit, në shoqëritë moderne industriale, shteti kërkon që qytetarët të ndajnë të njëjtën gjuhë, kulturë dhe ndjenjë kombëtare, por kjo nuk mund të arrihet përmes edukimit dhe asimilimit. Imponimi përmes dhunës bëhet mjeti i fundit. Çamëria me një komunitet musliman të mirë strukturuar dhe me identitet të veçantë kulturore kombëtar, përbënte një sfidë për projektin kombëtar grek dhe mungesës së dinjitetit. Ndërsa disa rrëfime tregojnë për mikpritjen nga banorët lokal dhe ndihma sporadike nga autoritetet vendor, të tjerët përshkruajnë kushte skajshmërisht të vështira: varfëri, mungesë tregimi, mungesë e kujdesit shëndetësor dhe shpërfillje institucionale. Disa të intervistuar kujtojnë se u strohuan në ndërtesa të braktisura ose godina kolektive padritare ku mungonin edhe nevojat më elementare. Kishte raste kur familje të tëra ndanin një dhomë për muaj apo vite. Përvoja e përshkruar është ajo e mbijetesës në kushte të papërshtatshme dhe të padenja. Kohës, të përballura me varfërinë strukturore dhe kaosin e pas luftës, nuk arritën të ofronin një përgjigje të organizuar ndaj krizës humanitare. Edhe pse përmenden ndihma të përkohshme, si shpërndarja e ushqimeve apo rrobave nga këshillat popullor, ndjenja mbizotëruese në rrëfime është ajo e braktisjes. Një grua kujton fjalët e një zyrtari në Sarandë: "Kemi ardhur shumë, nuk kemi ku t'ju fusim." Përjetimi i çamëve pas mbërritjes ndryshon edhe sipas rajoneve ku vendosën. Në disa zona ata gjetën solidaritet dhe reflektojnë solidaritetin e gjetur, ndërkohë që në zona të tjera, veçanërisht aty ku burimet ishin të kufizuara ose paragjykimet më të theksuara, u përballën me stigmatizim, përjashtim dhe fyerje. Disa të mbijetuar kujtojnë etiketimet grek të ikur apo të huaj që na marrin bukën, shprehje që sipas tyre pasqyronin mungesën e pranimit si pjesë legjitime të shoqërisë shqiptare. Nga rrëfimet e mbledhura del qartë se shumë çam nuk u regjistruan si qytetar me të drejta të plota për vite të tëra. Kjo gjendje juridike pasigut u shoqërua me vështirësi në aksesimin e punësimit, arsimit dhe kujdesit shëndetësor, duke ndikuar negativisht edhe në brezat pasardhës, të cilët shpesh ndjenin peshën e një identiteti të marginalizuar. Në tërësi, sipas përjetimeve të intervistuarve, përvoja e jetës në Shqipëri nuk përbënte një histori të vetë në mikpritjeje, por një seri përjetimesh të fragmentuara dhe shpeshherë kontradiktore, ndërsa kujtesa për dhunën dhe shpërnguljen ka marrë formën e një kujtese kolektive. Përvoja pasarse e tyre në Shqipëri është e ndërthurur, pra disa e konsiderojnë si pozitive, disa e konsiderojnë si negative, të ndërthurur me ndjenjën e turpit, të mbijetesës dhe të zhgënjimit. Me gjithë sfidat e shumta dhe ndjenjën e përjashtimit që shoqëroi jetën e tyre, për komunitetin çam, kujtesa mbeti një nga mjetet më të fuqishme të ruajtjes së identitetit dhe të lidhjes me një histori të përbashkët. Në mungesë të territorit dhe institucioneve përfaqësuese, ai ka ruajtur identitetin e tij përmes kujtesës.
dëshmit, ritualet përkujtimore dhe trashëgimia gojore janë shndruar në mjete të rezistencës kulturore dhe të përbashkimit ndërbreznor. Kujtesa e shpërnguljes, e përjetuar dhe e transmetuar, është bërë boshti një vetëdije kolektive që mban gjallë lidhjen mes të kaluarës dhe të tashmes. Për të mbijetuar si komunitet, çamët nuk kanë ruajtur vetëm faktet historike, por edhe emocionet, vlerësimet dhe përmasat morale të përvojës së tyre. Kujtimet nuk transmetohen vetëm përmes përvjetorëve, por edhe në ambientet familjare, në biseda, këngë, tregime dhe rituale që simbolizojnë humbjen dhe shpresën për rikthim. Në këtë mënyrë, rrëfimet nuk janë thjesht kujtime të së shkuarës, por përjetime që rikthehen vazhdimisht në vetëdije kolektive. Maurice Abwachs, kujtesa kolektive nuk është një arkiv statik, por një mekanizëm aktiv që ndërtohet dhe ripërtërihet përmes ritregimit dhe bashkëndarjes së përvojës. Çdo tregim bëhet një akt identifikimi, jo vetëm me ngjarjet që ndodhen, por edhe me të drejtën për t'i kujtuar ato dhe për të përcaktuar përgjegjësinë e harresës. Në këtë kuadër, rrëfimet marrin funksione sociale të shumëfishta, shërbejnë si mjet edukimi për brezat e rinj, si formë përballjes me të kaluarën e dhunshme dhe si instrument për artikulimin e një të drejte historike të mohuar. Ato përfaqësojnë gjithashtu një formë qëndrese kulturore ndaj një historie që ka heshtur ose që e ka relativizuar tragjedinë çame. Shprehje si "nuk e harrojmë kurrë nga kemi ardhur" apo "çamëria është në zemrat tona" nuk janë vetëm emocionale, por pasqyrojnë një proces të vetëdijshëm të afirmimit identitar. Kujtesa është kthyer në një pasuri kulturore dhe politike, një mënyrë për të mbijetuar përballë mohimit institucional dhe për të ndërtuar një ndjenjë përkatësie të qëndrueshme. Në këtë mënyrë, kujtesa çame nuk është thjesht një dëshmi pasive e një historie të dhimbshme, por një energji narrative dhe simbolike që vazhdon të ushqejë identitetin kolektiv të një komuniteti të zhvendosur, por jo të zhdukur. Nëse kjo kujtesë ruhet, dëgjohet dhe respektohet, ajo mund të shërbejë jo vetëm si themel për drejtësi historike, por dhe si një urë drejt pajtimit, njohjes dhe rikthimit të dinjitetit të mohuar. Faleminderit. Falenderojmë profesoreshën Ledja Dushku për materialin shumë interesant në ka sjellë. Ledin e kemi pasur gjithmonë pranë në aktivitetet tona në përkujtim të çështjes çame. E falenderoj në mënyrë të veçantë që krahas problemeve të saj, të punës të familjes së diçkaje, gjen kohë që të jetë mes nesh dhe të thotë edhe jo ato çështje shumë të rëndësishme që i takojnë çështjes çame. Është e vërtet, nëse e vërtet konkluzionet që ka arritur. Çamrit, kur erdhën në 45-ën, 46-ën, 47-ën, ishin si një dru në mes të detit që e çonin dalgët sa ndej sakte. Kjo nuk është teori e fantazie e mendjes time, por është një përjetim i familjes time. Unë kam pasur fatin e mirë dhe fatin e keq të përjetoj vitet e luftës. Kur çamëria përjetoja dramën e madhe, unë kam qenë 10-12 vjeç. Një 12 vjeçar ka në kujtesën e tij diçka. Por neve s'kemi botuar, sepse ne nuk kemi mbështetje as për një artikull dhe jo për një libër. Ndërsa ky ka marrë përsipër, ka botuar me 10 libra, me 10 botime. Pra e ka ardhur koha që sot neve duhet të bëjmë një histori çamërie në gjuhë të huaj, siç e ka bërë historia e Shqipërisë para sa vjet, nuk kujtohet kur e bëri Stefanaj Popullo me atë. 84. Dhe ajo ka mbetur referencë sot për historinë e Shqipërisë. Ajo sot ka mbetur referencë. Faleminderit shumë.